Personat që konsumojnë speca djegës duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë, ja sekreti. Përdoren edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj. Një studim i madh tregoi se të rriturit që hanë të paktën një spec djegës të freskët ose të thatë në muaj për gati 20 vite, ulin shanset e tyre për humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme 13%. Studiuesit nuk janë të sigurt përse, por ata mendojnë se disa merita mund të jenë për shkak të lëndëve ushqyese të specave dhe fuqisë së tyre për të luftuar inflamacionin dhe mbipeshën, citon eksperti. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Skuqja totale e trupit që ndjeni kur hani një spec djegës është më shumë se sa një ndjen. Kapsaicina, kimikati arrit shpejtësinë me të cilën nxehet i gjithë trupi juaj. Ai gjithashtu aktivizon një neuron të shqisrës të quajtur TRPV1, i cili ndihmon në parandalimin e akumulimit të yndyrnave dhe kontrollon oreksin tuaj. Ky kombinim që përshpejton metabolizmin mund t'ju ndihmojë në humbjen e peshës. Studiuesit shpenzojnë edhe mënyra të ndryshme të përdorimit të tyre. Në laborator, kapsaicina që ndodhet te speca djegës duket se vret qelizat e lidhura me të me më shumë se 40 lloje të ndryshme të radikaleve të lira, përfshirë ato të zorës së trashë, mëlçisë, mushkërive, pankreasit e të tjera. Kimikatet pikante ndryshe mund të veprojnë edhe në gjenet e lidhura me radikalet e lira. Gjithashtu, sipas Del Site, përfshirja e specave të kuq-djegës në dietën tuaj do të nxisin edhe një sër përfitimesh. Nëse nuk vuani nga komplikacionet të caktuara, konsumi një speci në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë këto përfitime. Te specat e kuq-djegës gjenden një sasi shumë e mirë e kapsaicinës, flavonoideve, të vajrave esencial, të celulozës, kalciumit dhe hekurit. Të gjitha këto shumë të vlefshme në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Specat e kuq-djegës janë një zgjidhje paraprake shumë efektive në nxitjen e shëndetit tuaj, në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund ta hanë specin e kuq-djegës sepse ndjejnë djegje në stomak, por kjo nuk është e vërtetë. Madje në shumë kultura është përhapur tradita popullore e çajit me tretjen e ushqimit të bërë me kamomilë dhe speca djegës, të cilat do t'japin gjithashtu edhe rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Po ashtu shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoragjive, por kjo nuk do të nxitet të krijojë këto probleme, por vetëm nëse vuani prej tyre. Specat e kuq-djegës nuk këshillohen të konsumohen nga të vegjëlit, nga personat më të vegjël se 13 vjeç, nga ata të cilët kanë edhe aciditet të lartë të stomakut, ulçra, hepatite, kiste ose hemoroide. Teprimi mund të shkaktojë gjithashtu irritime të mukozës, inflamacione gastrointestinale në stomak dhe në veshka. Megjithatë, në doza të vogla mund të shërbejë për të lehtësuar disa lloje të komplikacioneve. Speci i kuq-djegës është krejtësisht i këshillueshëm si një parandalues i problemeve kardiovaskulare. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i tij mund të ulë nivelin e kolesterolit të keq, të ndihmojë zemrën dhe të ndihmojë gjithashtu edhe punën e arterieve tuaja. Kapsaicina vepron si një mbrojtës edhe metabolizim i yndyrnave dhe përshpejtim i pengimit të akumulimit të tyre. Një studim i fundit nga Chinese University i Hong Kongut e konfirmon plotësisht këtë. Kërkuesit tregojnë se ushqyerja me kapsaicin do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. U vërtetua se kapsaicin ka një fuqi pozitive edhe te personat të prekur nga diabeti se përmirëson aktivitetin e insulinës. Për të patur një efekt mbrojtës, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në mënyrë që ta merrni atë si duhet në dietën tuaj. Por gjithmonë specat e kuq-djegës nuk duhet të konsumohen në sasi të tepërta, pasi mund të nxisin krijimin e dëmeve të ndryshme të shëndetit dhe gjithashtu të shkaktojnë probleme të njëpasnjëshme. Speci i kuq-djegës është përdorur prej mijëra vitesh në disa probleme shëndetësore. Këtu përfshihet urti, llapia, problemet e stomakut, temperatura, probleme me tretjen, fyti, çrregullimet hormonale, të vjellat dhe bajamet. Speci i djegës do të përmirësojë shëndetin e zemrës.
Speci djegës është tejet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij sipas të dhënave ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enën e gjakut, në arteri dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë atribuohet kapsaicinës, një substancë që shkakton edhe aspekte djegëse të stomakut. Kapsaicina ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret nga industria farmaceutike për kremra dhe probleme të ndryshme që mund t'i lehtësojë. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime sugjerojnë se konsumi i rregullt i specave djegës ul tensionin e gjakut, kolesterolin dhe pengon trombozën, dhe këto probleme mund të shkaktojnë edhe atak në zemër. Speca djegës janë një burim i shkëlqyer i karotenoideve, antioksidantëve të fuqishëm që parandalojnë dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira. Sipas informacioneve të LCI, speci i kuqdjegës përmban edhe sasi të larta të vitaminës A. Dy lugjedhe me speca të kuqdjegës në varietetin Plur ofrojnë 47% të dozës së nevojshme ditore të vitaminës A. Përveç kësaj, specat e kuqdjegës janë një burim i mirë i vitaminës E, C, B6, K dhe mangan dhe fibrës dietike. Speci i kuqdjegës mund të përdoret i thatë ose i freskët. Mund të përdoret në salca të ndryshme në gatime me mish, në supa ose në fasule. Nivelet e nxehtësisë së specit mund të minimizohen duke hequr disa prej farave të tyre. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund ta hanë speca djegës sepse ndjejnë djegje në stomak, por kjo nuk është e vërtetë. Madje në shumë kultura është prapur ideja e konsumit të specave djegës. Ato duhet të evitohen nga personat që kanë komplikacione edhe për shëndetin e tyre dhe të konsumohen në mënyrë të rregullt për të nxitur edhe një shëndet më të mirë të tretjes dhe të metabolizmit. Sipas health.com, specat e kuqdjegës do të përbëjnë një avantazh të mirë në nxitjen e këtij sistemi. Një nga avantazhet më të mëdha të kapsaicinës është kontributi i saj në shëndetin e zorëve dhe në humbjen e peshës. Në kundërshtim me besimet të njohura, speca djegës në të vërtetë mund të jenë një anti-irritues i stomakut tuaj dhe një mënyrë e shkëlqyer për të trajtuar ulçrat e stomakut. Speci djegës mund të ofrojë edhe një zgjidhje më të mirë kundër gazrave të tepërt. Speci i kuqdjegës ndihmon edhe në lehtësimin e migrenës. Kapsaicina nga speca djegës ka treguar potencial në trajtimin e dhimbjeve të kokës, migrenës, dhe sipas një studimi nga takimi vjetor i Akademisë Amerikane të Neurologjisë në Filadelfia, 18 persona me diagnoza të dhimbjeve të kokës u trajtuan me një kapsaicin intranazale. Si rezultat, 13 persona patën lehtësime të plota. Shumica e personave të tjerë përjetuan një lehtësim dhe vetëm një person nuk kishte lehtësime. Specat e kuqdjegës janë shumë të mirë në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve. Përveç se është një burim natyral i lehtësimit të dhimbjeve që mund të lidhen me kokën dhe migrenën, speci djegës mund të përdoret për të zvogëluar dhimbjet e kyçeve. Në thelb, ju mund të aplikoni specin djegës në lëkurë për të zvogëluar praninë e kimikateve P. Kimikati P është përbërja përgjegjëse për transmetimin e mesazheve të dhimbjeve në tru. Speci i kuqdjegës është i mirë kundër inflamacioneve. Një tjetër nga karakteristikat e lehshme të kapsaicinës është se pengon substancën P, e cila është një neuropeptid që është përgjegjës për proceset inflamatore. Si e tillë, kapsaicina mendohet të jetë një trajtim i mundshëm për një numër çrregullimesh të nervit shqetësor, të tilla si dhimbjet dhe artriti. Mbështet gjithashtu edhe shëndetin kardiovaskular. Speci djegës gjithashtu mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer e natyrshme për të mbështetur sistemin kardiovaskular dhe për të parandaluar edhe sëmundjet e zemrës. Speca djegës kanë shumë kalium, i cili është një mineral i mirë në funksionet tuaja të trupit, në parandalimin e komplikacioneve dhe gjithashtu edhe në nxitjen më të mirë të shëndetit. Speci djegës mund të përmirësojë funksionet njohëse. Një nga mënyrat kryesore për të mbajtur një performancë të fortë njohëse është një sasi e duhur e oksigjenit dhe hekurit. Për fat të mirë, specat e kuqdjegës janë të pasur me hekur, kështu që çojnë në rritje të rrjedhjes së gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës në tru. Gjithmonë përpara përdorimit në doza të ndryshme, konsultohuni me mjekun tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.